kam prindën që kam humbur, ka ndruar jetën nga kanceri. Ka qenë bashkëshorët jam, mund nesër unë t'jemi prekur. Kanceri nuk kursen askën. Jo vetëm gruan e doktorit, po nuk i kursen as doktorët vetë. Dhe ne si mjek, deri në këtë stad, këtë fazë të zhvillimit të mjekësisë, ne mund me këshillat diçka të ndihmojmë në uljen e faktorëve të rrezikut, si i themi ne, për një smundje maligne për kancer, por nuk mundemi ta parandalojmë. Është vërtet. Ne nuk dimë ta parandalojmë. Unë kështu ndonjëherë ditë jem i vrashë, nuk dimë ta parandalojmë. Krejt çka mund të bëjmë është ta zbulojmë herët një smundje maligne, se në atë fazë, cila do qoftë, cili do qoftë kancer, tash dallojnë ato, nuk janë, apo mendojnë, po spaku për kancerin e gjithë, kur është fjala, është pothuajse plotësisht i shërueshëm. Pra ne nuk parandalojmë realisht, ne zbulojmë herët. Nëse zbulot në kohë, ama. Zbulimi i hershëm është garancion për shërim të plot. Unë kam prindën që kam humbur, ka ndruar jetën nga kanceri. Ka qenë bashkëshorët jam, mund nesër unë t'jemi prekur, po ne krejt çka duhet të bëjmë pra t'jemi të vetëdijshëm për këtë, se mund të prekemi nga këtë smundje, se ka një rritje të këtyre smundjeve maligne kohët fundit, mund të jetë si pasojë stilit të jetës, po më shumë mund të jetë si pasojë asaj se tash kemi metoda me të cilat ne i diagnostikojmë. Dhe përpara thonë u smu keq dhe vdiq. Ajo u smur keq dhe vdiq, çka ishte? Ishte një betejë e pazbuluar. E pazbuluar realisht shkaktari i vdekjes pacientit dhe asaj smurjes, domethënë pacientit, se tash edhe në mumjet e Egjiptit është konstatuar që ndonjëra prej atyre ka vdekur prej kancerit të gjinit, ka pas kancer në gjinj. Po që në atë kohë nuk është ditur, domethënë, pra smundja si e tillë ka ekzistuar edhe para mijëra viteve.